E nisi me atë që unë sa po thash, pra në një moment kur SPAK tashmë kërkon arrestimin e numrit 2 të qeverisë Zonjës Balluku dhe kuvendi e shtyn pa fat shqyrtimin e kërkesës duke e mbajtur kështu pra edhe çështjen pezull në komision. Si mendon Klodi, a po përdoret tashmë procedura parlamentare ndoshta si një mekanizëm mbrojtës politik ndaj drejtësisë? Shtyrja e mbledhjes së Komisionit Mandateve ka qenë një shtyrje e vazhdueshme, e pajustifikueshme në mënyrë të përsëritur nga deputetë cilët janë aty i shohim kudo për ditë në media, në rrjetet sociale, në takime me elektoratin, madje janë edhe të zellshëm kur ka komisione parlamentare ose mbledhje të seanca plenare të Kuvendit të Republikës, ndërsa i shohim të mungojnë kur vjen puna tek mbledhja e Komisionit Mandateve për të vendosur mbi fatin politik të Belinda Ballukut. Nëse Partia Socialiste po ta shohim me kalimin e kohës po ndryshon narrativ kundrejt sistemit pavarur drejtësisë, nëse në fillim ajo i ka lëshuar pa e vënë diskutim shumë prej oficerëve të vjetër dhe të establishmentit vjetër të Partisë Socialiste, ministra, deputet, kryebashkiak, shohim se me Belinda Ballukun narrativa edhe strategjia e saj po ndryshon, fillimisht duke marrë një pozicion më skeptik kundrejt institucioneve të drejtësisë, pastaj duke përdorur këto teknikat edhe këto taktikat e vogla procedurale për ta zvarritur çështjen e saj dhe në fund fare unë jam i besimit edhe i mendimit se ata do të marrin një pozicion luftarak kundër SPAK-ut dhe institucioneve të reja dhe të pavarura të drejtësisë. Është e patolerueshme e cila i zëvendës kryeministre dhe i ministri i infrastrukturës, e cila akuzohet për 8 afera të rënda korruptive, të mbetet akoma në pushtet, të refuzoj të jap dorëheqjen nga imuniteti juridik edhe të vazhdoj si normalisht të shkoj për ditë tek zyra e saj. Belinda Balluku, pavarësisht se Partia Socialiste e shef këtë strategji si strategjinë më të mirë, mendoj se kjo është strategji e cila në fund ditës do ta gryej, ato do t'ja gryej gjithë narrativen e cila e ka mbajtur të paktën për 8 vitet e fundit në pushtet dhe do ta demaskojë një herë e mirë pozicionin e saj në publik. Por çështja është si ka mundësi që Edi Rama, kryeministri i vendit, i cili siç e theksuam më parë ka qenë absolut edhe jo tolerant kundrejt oficerëve të vjetër të partisë, njerëz me cilët ka qenë 8 vite në pushtet, kanë edhe 8 vite në opozitë, pra rreth 16 vite, njerëz cilët i ka lëshuar, ndërsa kur vjen puna tek zëvendës kryeministria Balluku, shohim se ai është i gatshëm të hap luftë me gjithë botën. Arsyet janë dy, ose ai mendon realisht se Belinda Balluku është e pafajshme si një ëngjëll dhe gjithçka është një keq kuptim, ose ai është i shantazhuar realisht dhe i kapur dhe ka frikën se mund të implikohet më tej në aferat e Belinda Ballukut dhe nëse e lëshon atë ajo mundet që të flasë edhe ta marrë me vete edhe qeverinë edhe kryeministrin Rama. Megjithatë këto shtyrja, fitimi i kohës, domethënë janë gjëra që në fund ditës nuk sjellin dobi, nuk e parandalojnë. Ata edhe mundën mos me dorëzu Belinda Balluku. Ne kemi president tjerë që kemi Olta Gjaçkën, i është hequr imuniteti parlamentar pavarësisht se akuzohet, ka akuza serioze kundrejt saj për privatizimin e portit të Limonit, i cili është edhe i port strategjik ushtarak edhe pron publike. Megjithatë, ndryshe nga Olta Gjaçka, tek çështja e Ballukut, shohim se si qeveria është investuar fuqimisht tek mbrojtja politike edhe juridike e saj. Mirë po kjo do ta gryej, edhe nëse nuk rrezon në mënyrë të menjëhershme e qeverinë nuk e vën në krizë, ato do ta gryej legitimitetin, besueshmërinë, kredën morale dhe politike të Partisë Socialiste përballë opinionit publik. E qartë, Klodi, nga ana tjetër, duke qenë se gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar dhe kuvendi nga ana tjetër justifikon shtyrjen pikërisht pra me këtë fakt, mendon se kjo është një nevojë reale ndoshta për siguri juridike apo një taktik për të fituar më shumë kohë në këtë rast?
ata po duan që të fitojmë sa më shumë kohë, që të investojnë jo vetëm në marrëdhëniet e brendshme, jo vetëm që të gjejnë mekanizmat edhe të blejnë drejtësinë ose ta zbusin goditjen e drejtësisë së brendshme, po të gjejnë edhe mbështetje në rrafshin gjeopolitik. Nëse e kemi pa, kryeministri Rama është i gatshëm të bëjë gjithçka të lobojë, të shpenzojë $10 miliona që të gjejë lidhjen e duhur me Amerikën, që spaku mos ta vërë në shënjestër atë. Por megjithatë janë 8 akuza të rënda korruptive të provuara nga 16.000 faqe, i dosje e cila ka 16.000 faqe dokumentim mbi aferat e Belinda Ballukut, ata edhe munden domethënë për me e shty, por spaku gjithashtu mundet me ngrit akuza të reja edhe akuza të reja. Ama sa i përket gjykatës kushtetuese, e cila është në të vërtetë gardiane e kushtetutës edhe e Republikës. Në çdo vend botës është një institucion super serioz, edhe që është garant për mbrojtjen e demokracisë dhe drejtave themelore të njeriut dhe të interesit publik. Domethënë në Shqipëri nuk është e tillë. Ne tok fjalëshi gjykatë kushtetuese na duket diçka shumë e madhe edhe shumë serioze. Kur thjesht mjafton për t'i lexuar ndarazi gjykatë dhe kushtetutë për ta kuptuar realisht se çfarë roli dhe çfarë funksioni ka ajo, qoftë sistemi gjyqësor, qoftë kushtetuta në Shqipëri janë përpuzur, janë arnuar, janë keq përdorur në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë nuk mendoj se gjykata kushtetuese është një institucion i pavarur. Përkundrazi mendoj se është një institucion në shërbim të kryeministrit edhe të agjendave të tjera. Kjo është fatkeqësi, sepse nëse bie dhe një mekanizëm kaq i madh, domethënë e cila garanton kufijin, normat, funksionimin e demokracisë parlamentare të Republikës, atëherë vetë demokracia dhe Republika parlamentare janë në një rrezik të madh. Mendoj se Belinda Balluku është ajo kleçka, domethënë ku do të ngecet qoftë Edi Rama, domethënë ajo gozhda ku do të ngecet sharra e tyre, qoftë Edi Rama, qoftë e pushtetit, edhe domethënë e keq funksionimit të pushtetit. E qartë, Klodi, cili mendon se është skenari më i rrezikshëm sa i përket zonjës Balluku? Skenari më i rrezikshëm është që ajo të mbet aty, t'ja hedh pagur, të vazhdoj të jetë zonë ministre dhe ministri infrastrukturës, vazhdoj të vjedhur. Jam shumë i sigurt që edhe në këtë moment që po flasim ajo po firmos në një tender abuziv tek zyra e saj, vazhdoj të mbetet i personazh okult. Ajo është i personazh i cila nuk ka karrierë politike dhe partijake. Ne asnjëri nga ne nuk e njeh se çfarë pune, çfarë profesioni, çfarë detyre kishte zonja Balluku para se të shfaqej nga hiçi dhe të bëjë numri 2 i pushtetit, njeriu i cili ka më shumë të pushtetin parti, ka më shumë të pushtetin politik, ka dhe më shumë të pushtetin në ekonomi. Pra shteti shqiptar edhe ka arrit një pikë, domethënë ku i personazh pothuajse okult, i panjohur, pa një karrierë të qartë politike, të ketë numrin 2 të saj, i personazhi i cili ka dalë, është shfaq totalisht nga hiçi. Ky është skenari më skandaloz, është normalizimi i kultit të pandushkueshmërisë, është normalizimi i idesë korrupsionit, është normalizimi i idesë se disa njerëz janë të paprekshëm nga sistemi i drejtësisë, pavarësisht çfarë bëjnë ata. Edhe kjo do ishte i goditje shumë e madhe dhe i normalizim mendoj më teshim i autokracisë, e cila do ta degeneronte Shqipërinë, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin social, institucional, kulturor, ekonomik. Po në anën tjetër mendoj, unë kam besim paktën relativ tek institucionet e drejtësisë, 8 akuzat mund të bëhen edhe 12 akuza dhe 15 akuza, nga akuza e parë tek akuza e 8, kjo ka ndodhur brenda i kohë fare të shkurtër, ama fakti se në dhjetor zonës kryeministja Balluku u zhduk nga qarkullimi, u tërhoq në anonimat, ishte shumë interesante se si në janar pam si kishte dalë frika, e pam ato të inspektonte vepra infrastrukturore për cilat ajo akuzohet se është si e korruptuar, por shohim përgjithsisi veprat infrastrukturore ku ajo ka kryer edhe këto aferat e rënda korruptive si tuneli i Vlorës, rrugët Gjithanej, tuneli Murrizit, domethënë po shfaqin pasiguri teknike dhe mund të rrezikojnë ditën e nesërme edhe jetët e qytetarëve. Pra gjitha veprat për cilat ajo është përgjegjëse, dukshëm kanë dështuar hidrovorët, rrugët, domethënë edhe ishte ironike se si gjatë janarit Balluku doli të inspektonte to vepra infrastrukturore. Pra, është e çuditshme se si për shembull thonë se një
keqbërës ose një kriminal nuk kthehet kurrë në skenën e krimit. Ama e pam zonin Ballukut kthej në skenën e krimit, e qeshur sikur, domethënë, asgjë nuk ka ndodhur. Amnistimi politik, juridik i saj do ishte fatkeqësi jo vetëm për tashmen, por edhe për të ardhmen e Shqipërisë, edhe do ta çimentonte autokracinë dhe kleptokracinë në vendin tonë. E qartë, kjo t'i nga tjetër, duke pasur parasysh se kryeministri ka çuar çështjen në gjykatën kushtetuese me argumentin e shkeljes së kompetencave të ekzekutivit, mendon se jemi përballë një përplasje tashmë të hapur mes pushtetesh që rrezikon të dobësojë ndoshta edhe reformën drejtësie? Reformën drejtësi do të adoptonte vetëm Edi Rama, domethënë duke bërë këto akrobacirat juridike, duke përdorur gjuhë, po ta shohim nga dita në ditë, nga java në javë, nga muaj në muaj, Edi Rama po përdori gjuhë kërcënuese kundrejt gjyqtarëve, e fillon me pagat e tyre, se si pagat e tyre janë super të larta dhe këtë thotë njëri i cili sot mund të jetë pronari të qindra miliona dollarëve, i cili ka bërë shpenzime kolosale, 3.5 milion euro, 4 milion euro për i kopës që lulishte pas kryeministrisë, dhe ka harxuar 10 miliona euro për vepra artistike ose instalacione artistike, të cilat në funditës nuk kanë as dobi jo për ne si qytetar të Republikës, po as për artin në vetvete. E vazhdoi duke thënë se ky është një grusht shteti, por në fakt ai që po bën grusht shteti, ai që po bën puç juridik dhe institucional është vetë kryeministri Rama, i cili deri në ditën e fundit, deri në orën e fundit, nëse do t'i vijë radha atij për t'u arrestuar, unë mendoj se ai do të përdor edhe do ta çojë vendin edhe drejt përplasjes institucionale, kuptimin drejt PGH-s dhe policisë shtetit, drejt institucioneve tjera të drejtësisë edhe SPAK-ut si institucion i pavarur. Pra ai është i gatshëm na fusë një luftë civile institucionale edhe politike edhe diskursive, vetëm që të shpëtojë lëkurën në fund ditës. Ai është i gatshëm bëj gjithçka, ai është i gatshëm po të shohim se si po e negocion. Ishullin Zvarnecit dhe Sazanit, cilët janë ishulli Sazanit SPAK-ti është ishull strategjik ushtarak, është një pasuri e jashtëzakonshme natyrore, është i zonë mbrojtur, dhe se si ai po e negocion atë me familjen e presidentit Trump, pikërisht për gjetur ato fijet e nevojshme, ato kanalet e komunikimit me amerikanët për të fituar imunitet politik dhe juridik për veten e vet. Ai është gatshëm të shes gjysmën e buxhetit të Shqipërisë, gjysmën e territorit, sepse i njeri i korruptueshëm fund ditës është edhe një njeri i shantazhueshëm. Është edhe problemi i të korruptuarve. Pra jo vetëm me paratë që kanë vjedhur ditën e dieshme ose paratë që vjedhin ditën e sotme, por se ata janë gatshëm të bëjnë pazare, kompromise edhe të lëshojnë shumë çka, qoftë nga interesi publik, qoftë nga prona e shtetit, vetëm që të ruajnë edhe dalin nga halli i tyre personal. Edhe kjo është një problem shumë i madh me një kryeministër i korruptuar, dhe pse i kryeministri i korruptuar në asnjë vend botës nuk duhet të jetë në krye të vendit. Ai është një rrezik për demokracinë, për stabilitetin edhe për sovranitetin shtetëror të një vendi. E qartë. Mirë, Klodi, për të kaluar tek Partia Demokratike, si e sheh sot Partinë Demokratike dhe mendon se ka nevojë për një lloj riformatimi? Unë me thënë drejtën kam shumë kohë që nuk kam absolutisht asnjë lloj shpresë tek Partia Demokratike, shumë kush i referohet si opozit, ndërsa unë mendoj thjesht se është pushtet i vjetër, duket sikur janë të njëjtat figura, domethënë 10 vitet, 15 vitet e fundit janë të njëjtat figura, nuk ka absolutisht asnjë risi, qoftë në përvajsim politik, qoftë në strategji, qoftë në program, për ato edhe në alternativë, për ato çfarë u ofron qytetarëve, her pas here e shkatërron kredibilitetin e vet moral edhe politik duke bërë marrëveshje të ndryshme me qeverinë. Ne pa për shembull duke bërë marrëveshje për krijimin e komisionit të hartimit të ligjit elektoral edhe ligjit territorial, i cili do ta shfuqizojë, domethënë Republikën siç e njohim, do ta masakrojë atë, edhe do të ndërtojë kod elektoral në kurriz të pluralizmit politik dhe forcave të reja politike. E kemi parë se si kanë bërë marrëveshjet kushtetuese 8 prillit të prillit të 2008-s. Rezultati i cilit është edhe keqeverisja e Edi Ramës sot, pa përmendur këtu marrëveshjet e vogla nën ose mbi tavolinë. Por ajo çfarë nuk kuptojnë më së shumti këta është se domethënë forca e një opozite nuk qëndron
tek grumbullimi i njerëzve me kuqe me maç, me autobus, domethënë hedhja ndonjë molotovi ose fishek zjarrit tek kryeministria. Forca ose edhe këto janë shumë të rëndësishme, numrat edhe forca e reagimit politik, edhe unë nuk mendoj ndryshe nga kryeministri Rama edhe këta gazetarët e pushtetit që një molotov rrezikon demokracinë rrezikon korrupsioni, rrezikon shkelja e drejtave të njeriut, rrezikon autoritarizmi, por mendoj se një opozitë në fund ditës janë për to të rëndësishme, edhe që e sjellin ndryshimin e madh, janë sa gjëra shumë të vogla dhe më pak të bujshme se sa molotovi. Është kredibiliteti, është ndërtimi një alternative, është dëgjimi i qytetarëve, është reformimi i vazhdueshëm i vetës, edhe ne si individ kemi nevojë për reformim vazhdueshëm vetës edhe rishpike vazhdueshme të vetës, qoftë për të përmirësuar jetën tonë profesionale, qoftë për të përmirësuar jetën tonë private. Lërë më i parti politike e cila ka 35 vite që është në skemë. Dhe kjo është, mendoj se Partia Demokratike nuk ka i farë force, përpiqet edhe po lufton me mishe me shpirt që të ruaj ekskluzivitetin mbi opozitën, të ruaj vendin e dytë, nuk ka asnjë qëllimi për marrën pushtet, mbas edhe nuk do marrën pushtet, sepse nëse ti keni interesat përbashkëta me pushtetin, i opozitë ku eksponentët e tu pasurohen sa më gjatë mbetesh në jo në pushtet, domethënë në opozitarizëm, nëse voton her pas here në kuptimin për çështje të mëdha, bosh bashkë, shojmë duke u bërë bashkë me pushtetin edhe duke votuar bashkërisht. Kemi për shembull kryesisht sot opozita dhe budetet e opozitës në komisionin e mandateve kanë në dorë 16.000 faqe. 16.000 faqe akuza edhe dokumentim të korrupsionit të Belinda Ballukut dhe nuk e ekspozojnë në publikat. Qoftë edhe me rrezikun e procedimit penal, se në fund ditës ky është opozitarizmi i vërtet. Nëse thua se unë do të rrezoj narkoregjimin, Ramaduron, më thet sa është, ti duhet marrësh parasysh se do të burgosësh, mund të sankcionohet liria jote personale, nëse gjithmonë mendon se je në diktaturë, edhe nxjerrë dosjen, na i bëj dosjen publike, që edhe domethënë edhe publiku të ketë mundësi për tu informuar, qoftë edhe me rrezikun që nëse do të kesh njerëz të inkriminuar edhe brenda gjirit tënd, ta nxjerrësh sërish dosjen se kjo t'i jep i farë force. Do të thënë forca është edhe tek autokritika. Jo vetëm ti gjush kundërshtarit, por edhe ti gjush vetvetes edhe ta pastrosh vetveten. Fakti se këta deputet nuk po ekspojnë dritën e publikut, nuk po informojnë publikun, domethënë. Ne kemi vetëm ca copza të vogla nga bisedat e zonës kryeministrit Balluku me vargjet e saj, që është skandaloze, qoftë nga niveli i korrupsionit, qoftë nga niveli i komunikimit, edhe mënyrës se si e kuptojnë realisht pushtetin, edhe qeverisjen, i banaliteti, vulgariteti, mungesë ndjeshmërie kundrejt opinionit edhe interesave të qytetarëve. Imagjino të kishim ne 16.000 faqe. Ato 16.000 faqe mund të shkruanin një histori të re, domethënë politike për këtë vend.